Irenën me 5 mbiemra. Ndaj ky njeri mbron Irenën me 5 mbiemra. Se është vetë një Iren, se është vetë një delinkuent, se është vetë një mashtrues, se është vetë një parelars. Këto janë të vërtetat. Këtu keni. Do jap ju një kopje dhe po do ja dërgojmë të gjithë se fiqe këtu. Këtu keni dokumentat, hartën kadastrale, legalizimin që fakton se në vitin 2004 ka qenë tokë arë. Nuk ka qenë as kish, as teqe, as xhami. Pra, këta që betohen dhe shkon e predikon ky mashtrues. Na predikon, thot se ishte faltore, shpall faltore, shtëpinë ku ka la parat e krimit të vet. Të gjitha këto janë pra dëshmi se ç'përfaqëson ai. Ndaj dhe ai duhet largohet menjëherë nga detyra bashkë me Irena Manekun të kenë fatin e njëri tjetrit. Ju prej disa herësh jeni këtu përpara SFAK-ut dhe ngrihni akuza ndaj zotit Dumani. Ju kam pyetur edhe më herët, por deri tani nuk kemi një informacion zyrtar që ju të keni bërë një kallëzim penal. A do të paraqisni një kallëzim penal ju në cilësinë e ish kryeministrit ndaj zotit Dumani dhe nëse po, për cilat vepra penale ju kanë orientuar avokatët tuaj, se këto deklaratat publike, sikurse ju thatë vetë, i merrera, sepse dhe më herët ju e keni vlerësuar zotin Dumani si një ndër njerëzit më të suksesshëm në sistemin e drejtësisë. Sot e konsideroni si e keqja e madhe e prokurorisë posaçme. A do ketë një kallëzim penal nga ana juaj në adresë të tij? Unë njerëzisht do kërkoja ta korrigjoni pak atë çështjen që të krahasimit të fjalëve me dokumenta. Po pikërisht këtë po ju pyet zoti Berisha. Ju thatë vetë që fjalët në merrera, meqense pretendoni që keni dokumenta, do bëni kallëzim penal? Unë këtu po flas me dokumenta zyrtare, të cilat nxjerrin në pa një mashtrimin e madh të Altin Dumanit, 2 larjen e parave në vilën e tij, 3 shkeljen e ligjeve ndërtimin pa leje dhe legalizimin në vitin 2016. 4 tërheqjen si mafje të deklaratës nga dosja e vettingut. Nuk është deklarata dhëndritin dosjen e vettingut, sepse është shkatrimtare deklarata. Deklarata është shkatrimtare. Thot vila është banuar në vitin 2000 dhe Altini në media ka deklaruar se është përdorur si faltore në një kohë kur ajo s'ekzistonte. Ekzistonte tokë arë. Unë besoj se me dokumenta origjinale, me vull dhe firmë, po bëhet një kontribut i jashtëzakonshëm në zbardhjen e të vërtetave për një njeri që ka kryesuar institucionin më të rëndësishëm të akuzës dhe që e meriton të jetë sot në bangun e akuzës. Pikërisht të pyetje për zoti Berisha, a do të bëni ju kallëzim penal në adresë të zotit Dumani? Është shumë e thjeshtë pyetja. As që mund të pyetet për këtë punë, që do ketë një kallëzim i cili, siç u bë për Irena Gjokën dhe e gjykoi Altin Gjoka, edhe ky do mund të gjej se këta janë një korporat krimi. Këta janë një korporat e kapur. Këta janë një grup kriminalësh të cilë shkelmojnë mbi djersën, mundin, punën e dhjetra prokurorë